Ndryshe në Top Albania Radio. Ndryshe është shumë ndryshe sot se kemi Gretën nga Big Greta Brother është komplet ndryshe nga çka qen Big Brother. Po dëgjoj. Pse? Po kështu ndryshe komplet më dukesh. Në çfarë kuptimi? Më e mirë, se ke që më e keq. Po të tha pra, Bë njerëzit. Çfarë bësh me nga halli, se jo nga qefi. Tani që ka ardhur i dashuri që mas xhamit, ke emocion më shumë jo. Ja. Je më mirë domethënë. të përshëndesim. Si e njohur ti me Onën? Sa kohë keni bashk? Gati 2 vite. Gati 2 vite. Ku njohët në aeroport? Ja. Në punë. Si në punë? Isha e ftuar unë në një vend. Edhe Ono po luante muzikë aty, edhe u pati juve kështu. Ja të them unë, moment që kaloi kjo, u prish pulti. U prish murroka. Edhe Abriku. Pastaj keni mbajtur lidhje në distancë apo ti ke ndenjur më shumë Jo, këtu? sepse unë kam ndenjur këtu, Okej. edhe pata ardhur për të punuar në Të shtëpi. lutem, mund ta afrosh pak më shumë ke mikrofon? Okej. Po. Si sa bukur dëgjohet zëri tani? Wow. Salsano, ç'a ndodh me gocat e Italisë, me shqiptarët tona atje që vinë kanë këtu një ofertë mirë, një biga, një televizion dhe pastaj ikin e harrojnë fare Italinë në vend Tiranëse. Po të më pyet mua për Heidi këtë punë. Benjada. Të gjitha I kemi gocat, gocat këtu. I morëm nga Italia. Na i mori Italia në fillim, i morëm, ne i kthyem tani. Është vendi jon, është vendi Fikse. gjaku jon të tërheq. Ne zakonisht nuk i klasifikojmë të ftuarit tan është më i mirë apo më i keq se ai që ka qenë apo ne kemi gjithë njësoj. Absolutisht. Edhe për gjithë përgatitemi. Okej. Kështu që Ke kemi parë emision me përgatitur letra të printuara kështu, old school. Ashtu. pyetjet inteligjencës i kalove. Po, faleminderit. Tani pyetja ime e parë është sa i nat vinte ty kur thoshin kunata ose të vjen kur thon kunata e Selin. Jo, nuk më vjen inat sepse un jam shumë e lumtur. Po qef nuk vjen. Jo, thjesht duat më thrasin në emër kur më drejtohen. Un kam një emër, Greta Kazazi, edhe preferoj. Se duhet të jesh kunata, domethënë. Unë e kam si shpirt, unë e kam si motor, po kunata jemi, e vërtet, por preferoja Greta, sepse kur ti debaton me dikë, do t'i thuash Greta. Greta. Mbas Bikut kush të do më shumë, Vjera apo burri? Vjera? Po, më adhurojnë realisht. Jemi knaq shqyqyr që ke qenë ti lezeti e shtëpisë. vërtetojmë pastaj? Kështu ka thënë? Lezeti Kështu ka shtëpisë. thënë? Po. Je sigur që mami Shumë e Jasmina sigurt. ka thënë Po, kështu? shumë e Si sigurt. kemi vjerë? Jasmina. Sa emër të bukur ka. Një lule më e Nuk ka, kam, një lule. era Jasmin Ekskluzive në Top Albania Radio, në ndryshe, mami Jasmina mirë se vjen tek ne. Mirë se ju gjej. Jam shumë e lumtur që të kam. Greta po thoshte që ti ke thënë, "O sa bukur ke dalë, o sa e mira je, e ke prit me krah hapur." Ashtu është vërtet? Pse gënjen Jasmin? Jo, nuk gënjej në asnjë mënyrë nuk gënjej. Greta është dashuri, është ëmbëlsira e shtëpisë tonë dhe ka dalë si një kukull. Sa e bukur. Domethënë Vjera është e kënaqur me Nusën. Je e kënaqur me prezantimin e Gretës në Big. Kjo fjala Vjera është fjala më e shëmtuar që mund të më karakterizoj. Unë jam shoqja më e mirë e Gretës. Shoqja jemi. Më fal. Më fal Marion. Je i falur, po Greta është goca ime e tretë. Mirë, shumë mirë, po mirë do na thua çfarë nuk të pëlqeu ty Po tek patjetër që po. Greta ta imponon dashurinë. Greta tërboj gjithë shqiptarët, jo më mos na tërboj neve 5 veta në familje. Të dashkan me vërtet bir. Salsano pyet çfarë nuk të pëlqeu. Çfarë nuk të pëlqeu që të mos jemi kështu të sheqerosur gjithkohë. Kishte një gjë që nuk më pëlqeu. Po. Po ka një gjë që mund mos të pëlqejë te Greta? Po si s'ka? Absolutisht që jo. Nuk ka. Po më vi ka keq që juve Pasi se ka një gjë që nuk pëlqej. Si e ke parë marrëdhënien e Gretës dhe Selin brenda shtëpisë, mami Jasmina? Marrëdhënien e kam parë siç ishte vetë formati që është një eksperiment social, që Greta ishte lojtare më vete, Selin ishte lojtare më vete, po Greta me dashurinë që ka, ja imponon domethënë për kushtimin, respektin të gjithëve, fatkeqësisht domethënë unë s'kam ku të shoh një gjë që Nuk shkon.
të them, kjo nuk shkoi mirë. E kuptoj. Po në përgjithësi Bigu, ky Big si ka ardhur tek ti se jo me një përfaqësuese familje, po me dy vajzat e shpirtit siç e thua ti. Tani këtu më kpute. Çfarë do me thënë? Si të gjithë shikuesit e shikoni që për mua si mami Jasmina ka qenë një Big i vështirë. Por duke qenë se ka qenë Greta aty që Selinën e njeh shumë mirë, që ja din ato pika që fatkeqësisht doli një video ku Selin donte të rrinte vetëm në ato momentet e vështira të vetat dhe në sikletë e sipër i thot Gretës të lutem më lej, po duhet ta njohim të gjithë siç e njohim neve Selin dhe siç e njeh Greta që po tek e fundit s'ka asgjë të keq që duan njerëzit ndonjëherë trinë edhe vetëm, ndonjëherë duan edhe me veten mos rinë, thjesht jam unë që shkoj gjithmonë te njerëzit sepse dua të ndihmoj aty shafër, e kuptoj. Për ty, po ti nuk i shkon. Çfarë ha më shumë Greta kur vjen këty? Çfarë i Të gatuan? gjitha se janë të gjitha të mira. Çfarë i gatuan Jasmina? Çfarë i gatuan? Çfarë pëlqen? Greta han shumë spinaqin, qoftë. E vërtet. Buranin me vezë, me Burania, spinaq. Erën tjetër do vi dhe unë. Je mirë pritur. Faleminderit. Dhe Greta ka vetëm një problem që nuk kanë qepën edhe hudhrën sepse i bën problem në stomak. E vërtet. Atëre kam një pyetje direkte, mami Jasmin. Përveç Selin, kush e fiton Bigun? Përveç Selin. Selin. Është pyetje me përgjigje brenda, prapë Selin. Selin. Ja, pra, jo. Ishte shaka, por le ta fitoj më i miri. Ishte shaka përgjigja ime, por që le ta fitoj ai që e meriton, kaq mund të them. A je krenare për vajzën tënde? Unë jam dhe do vdes krenare për vajzën time. Unë e kam vdekje, do me thënë, të bëj vetë reklam, por që më mirë se shikuesit shqiptar, besoj se nuk mund të shtoj në i fjalë. Më beso, do me thënë, kam edhe emocione, kam edhe... Të besoj shumë dhe të kuptoj shumë. Kërkesën e ndjekjes të vazhdueshme të emisionit që unë si prind e bëj, por që Selin është Selin the Queen. Ja ka vënë vetë emrin vetes. Ndonjë simpati për ndonjë tjetër? Ke ndonjë simpati për ndonjë tjetër? Në një lojtar tjetër, lojtare? Po patjetër që kam simpati. Për mua Stenaldo është një djalë super i formum, super inteligjent. Stenaldo, domethënë, shumë mirë. E kuptuam. Po patjetër. E kuptuam mirë. Mama Jasmina e fundit. Por të lutem, du të shtoj dhe një gjë. Patjetër. Shëndriti është on top. Shëndriti djali i Kosovës. Shëndriti. Kolegi i mirë i yni në Kosovë, se është gazetar. Unë kam punuar vjet ditë pas dite me Shëndritin. Pyetja fundit? Pyetja fundit është, nëse Selin është the Queen, Greta kush është? The Princess. Greta është dashuria, ëmbëlsia. Është çokolata jonë. Është çokolata jonë. E vërtet. Të falenderoj shumë se e di se sa Zakonisht të me vështirë. treshat han çokolata, po. Jo, çokoladën e han vetëm DJ Ona. Ke shumë drejtë. Faleminderit shumë. Aty mos kemi punë. Jo, vetëm ai ti nguli dhëmbët. Aty është tokë Asnjë. Stop. Mami Jasmina, po e shef më duke dim se ke ndenjur gjithë të kohë. Ti duhet të dalësh dhe të flasësh se na solli një energji shumë të mirë dhe na kënaqe. Jemi të dyja të njëjta. Unë i vlerësoj fjalët e juaja, po mami Jasmina gjithmonë ka zgjedhur që të jetë në prapavi të Selinës dhe gjithashtu të Onës. Po në një familje me kaq shumë artistë, duhet ndonjëherë të thuash fjalën tënde. Po unë vi vetë nga një familje artista, kështu që arti në shtëpinë tonë s'ka mungu kur dhe faleminderit Zotit na ka ardhur dhe një artiste si Greta. Zemra. Si ka të tjerë. Të falenderoj shumë. Uroj që një ditë të jemi të dyja në Big Brother Radio. Ma premto këtë. Me kënaqësi më të madhe. Por më besoni që kam një periudhë pak të ngarkuar kur ti je gati. Ashtu, bravo të qoftë që the është kjo përgjigje diplomatike, do vi, po kur të kem mundësi. Më besoni që është një telefonat zemrët dhe një telefonat më e pakta që mund të bëj për vlerësimin. Shumë faleminderit.
Dhe sa Love të you, bekuar shpirt. jemi që kemi Greta në familjen tonë. Kështu qofshi Super. gjithmonë me dashuri, me shëndet edhe me bekime. Gjithë të mira të përshëndet. Pafshim, pafshim. Ja ka që kishte mami Jasmina, sa të hapte telefonin se pastaj. Po për mua gjithmonë po. Realisht është non stop aty. Sa ti Fantastike. shkruaj, realisht Fantastike. Është publicitet. Po jo, çfarë do të bëj? Hajde, hajde, hajde.